Miri. Pyetja radhës hoxhë nderuar është kjo, thot një teleshikues, kam dëgjuar që kurbani nuk duhet të ketë ndonjë temet fizike, si shembull të mungojë ndonjë bri, të çalojë në këmbë apo diçka tjetër. Po është e vërtetë se shtaza të cilën dëshirojmë do thot ta bëjmë kurban duhet të jetë një shtazë e plotë, jo me tmeta fizike apo me ndonjë mangësi trupore, sikur që mundet me qenë me çalu apo me qenë e smurr apo mos me pas do thon ndonjë bri ashtu si po e përmendni ju e kështu me radh, duhet me qenë do thot një shtazë komplet e shëndosh, pavarësisht a është lop apo është dele. Në çështjen e bririt ka sqarime tek ulemat, masi e përmendet edhe unë e përmenda, për faktin se kur kanë shpjegu ulemat se cilat janë ato defekte cilat e pengojnë do thotë që një shtazë me qenë domthonë një shtazë me pas mundësinë me e therr për kurban, për çështjen e bririt kanë thënë apo në përgjithësi kanë thënë gjitha ato mangësi cilat ja ulin vlerën kurbanit, është fjala vlerën materiale. Për shembull, nëse e merr një dele dhe apo një dash edhe e çet në treg dhe ai për shkak të një defekti i bie çmimi, atëra ajo nuk lejohet do thotë të bëhet therrja për kurban. Mirë, po nëse për shembull është një dash i mirë, i plot me gjitha ato bukurit që apo përparësitë fizike të cilat i ka ai dashi, por mundet një brim mos me pas do thotë të plot, por ajo nuk është diçka e met që mundet m'ia ul çmimin, atëherë në këtë rast kanë thënë ulemat se lejohet të bëhet therrja e këtij dashi do thotë për kurban, për faktin se kjo emet nuk është një emet do thotë e cila e ul vlerën, prandaj edhe e kanë leju. Zoti i di më së miri.